Filmi horror Obsession është kthyer në një nga surprizat më të mëdha të kinemave amerikane. Projekti i regjisorit Cory Barker, i cili u shfaq me 15 maj të vitit 2026, arriti të fitojë rreth 17.2 milion vetëm gjatë javës së parë, ku po kushtu zuri vendin e parë në biletaritë amerikane nga e hëna deri të mërkurën. Filmi ndjek historinë e një të riu që përpiqet të bëjë të dashurin e tij të dashurohet pas tij me një lodër fëmijësh në dukje e zakonshme, por vendimi i tij sjell pasojë të frikshme dhe të pakontrollueshme. Në rolet kryesore interpretohen aktorët si Michael Johnson dhe Inde Navarrete. Pavarësisht se u renditi drejti gjatë premierës së filmit Obsession, ai arriti të lë pas filma si Michael, The Devil Wears Prada 2 dhe The Mortal Kombat gjatë ditëve në vijim. Brenda javës së parë, Obsession arkëtoi rreth 30.2 milion dollar në tregun amerikan, ku zërat e publikut dhe kritikët kanë ndikuar ndjeshëm në suksesin e tij. Filmi ka marrë rreth 95% vlerësime certified fresh në Rotten Tomatoes dhe notën E në CinemaScore, ku publiku dhe kritikët e kanë cilësuar si filmin më të fortë dhe më shqetësues të viteve të fundit.